Në çdo cep të planetit, flamuri nuk është thjesht një copë pëlhure. Ai është identitet, është kujtesë historike, simbol gjaku e sakrifice. Është një shenjë që mbart historinë e një kombi në çdo valëzim të tij. Shumica e shteteve moderne e kanë krijuar flamurin e tyre vetëm në shekullin e kaluar. Por ka disa kombe që kanë mbajtur flamurin për shekuj të tërë. Disa janë ngritur për herë të parë në mesjet dhe çuditërisht janë ende në përdorim sot. Para se të filloj me listën, nëse e do historinë, nëse krenohesh me rënjët e tua, shtyp butonin pëlqe, abonohu në kanalin Histori Epike dhe ndiz këmbanën që të mos humbasësh asnjë video të re që sjell të kaluarën në jetë. Tani le të kthehemi pas në kohë, shumë larg, deri në vitet kur flamuri ishte shenjë betejash, besnikërie dhe gjaku. Numri 10, Norvegjia, origjina që nga shekulli i 18, por flamuri aktual daton nga viti 1821. Flamuri norvegjez është një pasardhës i drejtpërdrejt i flamurit danez. Kur Norvegjia kërkoi pavarësinë nga bashkimi danezo-suedez, u krijua flamuri aktual, një kryq i kaltër me kufi të bardhë mbi sfond të kuq. Edhe pse dizajni aktual daton nga shekulli 19, rënjet e tij janë shumë më të hershme, të lidhura me historinë nordike dhe përdorimin e simbolit të kryqit që nga mesjeta. Numri 9, Greqia, me rënj nga shekulli 15, por flamuri zyrtar i datuar nga 1822. Shiritat të kaltër dhe të bardhë janë modern, por kryqi i bardhë në sfond të kaltër është përdorur nga grekët që në kohën bizantine. Ky flamur ishte simboli luftës për pavarësinë nga Perëndoria Osmane në vitin 1821 dhe u zyrtarizua një vit më vonë. Për grekët, kryqi përfaqëson besimin ortodoks, ndërsa ngjyrat përfaqësojnë detin dhe lirinë. Numri 8, Holanda, 1572. Flamuri holandez në formën që e njohim sot, i kuq, i bardhë dhe i kaltër, u ngrit për herë të parë gjatë revoltës kundër perandorisë spanjolle. I njohur fillimisht si Princën Vlag, ai kishte ngjyrë portokalli në vend të kuqës, në nder të asaj që quhet shtëpia oranzh. Me kalimin e kohës, ngjyra u zëvendësua me të kuqe për arsye praktike dhe estetike. Ky flamur është simboli i republikës, i detarisë, i lirisë dhe është një nga flamujt që ndikuan edhe dizajnet e shumë shteteve të tjera, përfshirë edhe SBA-n. Numri 7, Suedia, 1521. Flamuri suedez u ngrit për herë të parë gjatë kryengritjes së Gustav Vasës kundër pushtetit danez. Ai ka një kryq të verdhë nordik mbi sfond të kaltër, një kombinim që, sipas gojdhanave, u frymëzuan nga një kryq që mbreti pa në qiell gjatë një lufte. Për 5 shekuj, ky flamur ka qëndruar i pandryshuar, duke u bërë një nga simbolet më të njohura në Evropë. Numri 6, Shqipëria, 1444. Viti 1444, kështjella e Krujës. Në një ditë që do të futej përgjithmonë në histori, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti në qiell një flamur të kuq me një shqiponjë të zezë 2 krenare. Ky simbol kishte rënj shumë të thella. Shqiptarët kishin përdorur shqiponjën si simbol fisnikërie dhe trashëgëmie që në periudhën ilire. Por Skënderbeu ja dha atij kuptimin e bashkimit kombëtar dhe rezistencës. Shqiponja me 2 koka përfaqëson vëzhgimin në lindje dhe perëndim, një komb që qëndron në mes të 2 botëve, por ruan identitetin e vet. Për më shumë se 580 vjet, ky flamur nuk ka ndryshuar në thelb.
As pushtimet osmane, as regjimet politike nuk arritën ta zëvendësojnë. Kur u shpall pavarësia me 1912, Shqipëria thjesht riktheu në qiell simbolin që e kishte që nga viti 1444. Ky fakt e rendit flamurin shqiptar në mesin e 10 flamujve më të vjetër të botës që janë ende në përdorim aktiv. Numri 5. Zvicra, 1339, një kryq i bardhë në sfond të kuq. Ky simbol lindi në mes të Alpeve, në një aleancë kantonesh që u ngrit kundër feudalëve dhe pushtuesve të huaj. Në vitin 1339, në betejën e Laupenit, flamuri u përdor për të njohur aleatët në fushë betejë. Ai shënonte bashkim dhe që atëherë është bërë një nga simbolet më të forta të neutralitetit dhe pavarësisë. Flamuri zviceran ka mbetur pothuajse identik për rreth 700 vjet, një shembull i jashtëzakonshëm vazhdimësie historike. Numri 4. Letonia, 1279. Flamuri letonez ka një ngjyrë të kuqe karakteristike me një brez të bardhë në mes. Ai përmendet për herë të parë në një kronik të vitit 1279, në kohën kur fiset balte po përballeshin me pushtimet e kryqtarëve gjerman. Sipas legjendës, një udhëheqës letonez u plagos rënd, kur e mbështollën me një pëlhurë të bardhë, gjaku ngjyrosi atë në 2 skaje, duke lënë një brez të bardhë në mes. Ajo pëlhurë u bë simbol lufte dhe më vonë flamuri kombëtar. Letonia ka kaluar në sundimin rus, sovjetik e gjerman, por ky flamur u rikthye me 1990, duke u bërë simbol i identitetit të lashtë që nuk u shua kurrë. Numri 3. Skocia, fundi i viteve 1200. Në sfond të kaltër qëndron një kryq i bardhë diagonal, saltire. Ai simbolizon Shën Andreasin, shenjtorin mbrojtës të Skocisë, i cili sipas traditës u martirizua në një kryq të tillë. Përdorimi i këtij flamuri fillon në fund të shekullit 13 dhe është i lidhur ngushtë me identitetin skocez, shumë përpara se Skocia të hynte në Bashkimin Britanik. Ky flamur ka mbijetuar pushtime, luftra dhe ndryshime politike, por kurrë nuk është zëvendësuar. Sot është pjesë e flamurit të Mbretërisë së Bashkuar, Union Jack, por mbetet edhe flamuri kombëtar i Skocisë. Numri 2. Austria, 1230. Në mesjet pas betejave të përgjakshme, shumë simbole lindnin nga rastësi që bëheshin legjenda. Sipas rrëfimeve, Duka Leopoldi V mori pjesë në një betejë ku mbuluan nga gjaku. Kur hoqi ripin e mesëm, mbeti një brez i bardhë në mesin e rrobës, ndërsa pjesët tjera ishin të kuqe. Nga kjo pamje lindi flamuri kuq-bardh-kuq. Ky flamur përdoret që nga viti 1230 dhe është një nga simbolet më të vjetra të dokumentuara të Evropës. Edhe pas shekujsh perandorie, lufte dhe ndryshimesh politike, ai mbeti i njëjtë. Numri 1. Danimarka, 1219. Ky është flamuri më i vjetër në përdorim të pandërprerë në botë. Quhet Danebrog. Dhe për danezët është një legjendë kombëtare. Sipas kronikave, në vitin 1219 mbreti Valdemar i II ishte në një betejë në Estoni. Në momentet më të vështira të luftës, një pelhure kuqe me një kryq të bardhë ra nga qielli. U interpretua si shenjë hyjnore. U ngrit në fushë betejë dhe ndryshoi fatin e luftës. Nga ajo ditë, ky flamur është bërë simbol i mbretërisë. Danebrog përdoret pa ndryshime thelbësore prej më shumë se 800 vitesh, një rekord që asnjë flamur tjetër nuk e ka tejkaluar. Kryqi i bardhë në sfond të kuq frymëzoi më vonë edhe flamujt e Suedisë, Norvegjisë, Finlandës e Islandës.
Në një farë mënyre, ky flamur është babai i flamujve nordik. Në këtë listë shfaqen vetëm disa nga flamujt që i kanë bjetuar shekujve, perandorive, luftrave dhe pushtimeve, por pak prej tyre kanë mbetur të pandryshuar në thelb. Flamuri i Shqipërisë është një nga këta të rrallë. Ai është ngritur në kështjella, në male, në fshatra dhe qytete, në kryengritje dhe në festa kombëtare. Shqiponia dykrenare është parë si simbol lirie, jo vetëm në 1444-ën, por edhe në 1912-ën, në 1999-ën dhe sot. Kur e shohim këtë flamur, nuk e shohim vetëm një shenjë kombëtare. Shohim 580 vjet histori. Shohim një popull që nuk është dorëzuar kurrë. A mendon se shqiptarët i japin sot flamurit po aq kujtim sa para shekujsh? Shkruani mendimin tuaj në komente. Mos harroni ta pëlqeni videon, të abonoheni në Histori Epike dhe të ndezni këmbanën që të mos humbasni historitë tona të ardhshme. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.